që përmenda, unë jam marrë edhe me punën e shkollave në Shqipëri, kam analizuar tekstet që ose mund të shikoni këtë. Vetëm një moment, do doja që ne do të bëjmë një pjesë këtu, derisa unë të them një pjesë, ose madje të shkojmë me një pjesë muzikore ndoshta, që të rregulloni pak të ktheni atë tavolinën në drejtim të kundërt në çfarë është, sepse ju bie drita mbrapa dhe që fotografia juaj nuk duket qartë. Do duhet të ktheheni në anën e kundërt të dritës, do thotë që drita t'ju bie fytyrës suaj dhe do thotë kamerat që pas te mos ketë dritë, do më thotë që të mos bie drita nga shpina, por nga balli. Lutem më lajmëroni atëherë kur jeni i gatshëm që të fillojmë, domethënë pas ta rregulloni këtë gjë. Unë ndërkohë do doja që atëherë po presim pra që Olsi ta rregulloj këtë pak pozitën në të cilën ndodhet aty në Toronto, në Kanada. Është kjo lidhja e parë që kemë realizuar pra me një lidhje, një debat oceanik, do të thosha, po flasim me anën e kundërt të botës, duke realizuar një debat të parë në këtij lloji në televizionin e Mitrovicës me një studiues i cili është njëkohësisht një sfidues i të gjithë historianëve zyrtar të Shqipërisë, të Kosovës, shumica të cilët janë nxënës të shërbetorëve të Shokut Enver Hoxha, i cili pra vjet pas marrjes së pushtetit nga ana e komunizmit në Shqipëri, u angazhuan historianë gjysmak, njerëz të cilët madje as fakultetet nuk i kishin të kryera, por që u angazhuan në drejtim mbi bazat, mbi parimet e marksizmit, leninizmit, mbi parimet e një përzgjedhje historike, ta rishkruajnë historinë dhe ta hedhin me një anë historinë që ishte mësuar deri më atëherë në shkollat shqipe, duke hedhur kështu, duke përbaltur figurat më të ndritura që ka nxjerr kombi shqiptar në dritë. Të gjitha ato figura u lanë me një anë, u përdhasën dhe u rishkrua historia, u krijua një histori e re me shumë fakte të rreme, me shumë gënjeshtra, me shumë falsifikate, madje me gjysmë të vërteta, dhe me komentime të ndryshme. Unë do doja t'i përmendi disa, më vonë do të diskutojmë së bashku me Olsin përmes pra në kësaj linje të Skype-it, por njëra ndër falsifikatet më të mëdha është edhe vetë falsifikimi i emrit e mbiemrit të vetë kryeministit të parë të Shqipërisë, Ismail Qemal Bej Vlora. Pra emri i tij ishte Ismail Qemal, sikur që është emri Abdul Heshim ose Haxhi Adem, ose emrat e cilët zakonisht përdoren më tepër në Maqedoni, që janë dy emra ngjitur në një emër, por dhe mbiemri i tij Vlora. Mirë, po meqense se familja Vlora me ardhjen e komunizmit po shkatërrohej nga Enver Hoxha, dhe meqense se të gjithë ata të dënuarit e pushkatuarit do të kishin të mbiemër, atëherë duhej që t'i ndrohet emri edhe vetë kryeministit e parë të Shqipërisë, dhe nga Ismail Qemal Vlora u bë Ismail Qemali, dhe sot e kësaj dite në shkollat nëpër Kosovë, Shqipëri, rrugët mbajnë emrin Ismail Qemali dhe jo Ismail Qemal Bej Vlora, ashtu siç është emri i tij. Është e çuditshme se edhe pas publikimit të një artikulli tim lidhur me këtë, dhe pas edhe të autorëve të tjerë lidhur me këtë çështje, prapë nuk ka asnjë reagim zyrtar, as në shkollat, as në komunat që të mbajnë të emër, që ta bëjnë një korrigjim të tillë në favor të së vërtetës. Akoma jetojmë me falsifikatin, akoma jetojmë me të pavërtetat. Regjia do të ma bën me dijen atëherë kur Olsi të jetë gatur, ta ketë rregulluar kamerën. Por
Një falsifikat tjetër, sigurisht, është ajo se Bajram Suri ka shkruar letër Leninit, të falsifikat të cilën këtë vë në dukje profesor doktor Krist Maloki, i cili ishte profesor në Universitetin e Grazit në Austri dhe i cili gjatë vizitës si profesor austriak në Shkodër viteve të 60-ta ju prezantua një letër e tillë dhe ndërsa ai siç pohon Krist Maloku e kishte njohur personalisht Bajram Surin dhe Bajram Suri ka qenë një analfabet i cili asnjëherë nuk ka nënshkruar, ka vënë gësht. Dhe ky falsifikat, i cili është një falsifikat monstruoz, natyrisht, për të futur se edhe në traditën tonë edhe kishte njerëz të cilët ishin të lidhur me komunizmin, me Leninin e tjera, akoma është prezent në librat tona të historisë. Falsifikatet të tjera dhe komentimet të mbrapshten, sigurisht edhe ato që thuhet se Anglia, Gjermania në Kongresin e Berlinit ishin kundër çështjes shqiptare, gjë e cila nuk përkon me të vërtetën historike. Përkundazi, Anglia dhe Gjermania kishin një qëndrim ndaj çështjes shqiptare, njësoj siç patën të shtete gjatë luftës Kosovës me vitin 1999. Dhe atëherë shtrohet pyetja çfarë shtyren Enver Hoxhën dhe shërbëtorët e tij që të bënte një histori të tillë të falsifikonte dhe nga miqt siç ishin Anglia, Gjermania, të nxjerrte si armiqt dhe në anën tjetër të krijonte një vllazëri me sigurisht me rusët dhe me të tjerët të cilët ishin në linjën e politikës së tij. Tani, nëse regjia është i gatshëm, Olsi, mund të vazhdojmë bisedën me Olsi. A jemi në... Jam, a më dëgjon? Po të dëgjoj. Okej. Po megjithatë ke shumë ditë mbrapa, po vazhdojmë atëherë. Ndoshta mbas pauzës kur do ta kemi pas gjysmore, do të mund të rregullosh një çik pak backgroundin. Mirë, atëherë Olsi, do të vazhdojmë në çështjen të cilën deshe ta diskutosh, pastaj kam disa pyetje që ti zhvillojmë së bashku. Po, domethënë, siç po të thoja më herët, është që me shkatërimin e shteteve ku feja ishte dominante, gjë që ndodhi pas luftës së parë botërore, kur në botë u shkatruan 3 perandori fetare, të cilat ishin perandoria osmane, perandoria austro-hungareze dhe perandoria ruse. Shtetet e reja që u krijuan në atë kohë, pjesë e koncertit botëror në cilin u bë edhe Shqipëria, filluan që të heqin fen nga identiteti i njerëzve. Në rastin e Shqipërisë, siç po thoya më herët, pati një laicizim të shtetëror të identitetit të njerëzve, ku siç përmenda më herët për krah heqjes së fesë nga jeta e njerëzve, çfarë ndodhi është që shtetet kombëtare që u krijuan në këtë kohë filluan që të përdorin shkollat dhe në veçanti tekstet e historisë dhe të letërsisë për të ndërtuar rrëfenjën e njerëzve. Dhe këtu për shembull, nuk e di, në mund ta nxjerrë mirë kamera, është një nga tekstet që unë kam analizuar në studimet e mia të mëhershme. Ky është tekst libri i parë i historisë që është përdorur për shkollat në Shqipëri. Është i vitit 1920, është i shkruar nga një protestant shqiptar me emrin Konstantin Çekrezi, i cili u mor nga misionarët protestant në Amerikë. U edukua dhe ky është një nga ata pionierët e krijimit të identitetit modern të shqiptarëve, ku shqiptarët e imagjinojnë veten e tyre se janë i lirë dhe të uta. Përpara librit të Çekrezit, teksti i parë i historisë që shkruhet nga një shqiptar për shqiptarët është teksti i Dom Doc Nikajt, edhe ky një prift katolik franceskan, i cili me mbështjetjen e austro-hungarezëve
shkruan tekstin e parë i njohur si Historia e Shqipënisë. Ama përpara këtij teksti i parë që shkruhet për shqiptarët është teksti që Ludwig von Thalkozy, një albanolog austriak, me sugjerimin e Theodor Ipenit, konsulit austriak në Shkodër, shkruan edhe tekstin e parë të historisë për shqiptarëve, i cili është ky këtu me titull Të ndodhunat e Shqipënisë. Tani, pse shkruajnë këto tekste dhe ku është qëllimi i këtyre? Siç thash, austriakët, për shembull, kur e shkruan këtë Të ndodhunat e Shqipënisë, projekti nisi në vitin 1897-98. Ideja e austriakëve ishte se populatat muslimane shqipfolse të Ballkanit, apo më saktë populatat toske dhe gege të vilajeteve të Manastirit, të Shkupit, të Janinës dhe të Shkodrës dhe të Kosovës, ishin shumë besnike ndaj osmanlive dhe sultanit turk. Austriakët donin që këto populata t'i rebelonin kundër Turqisë. Edhe siç tregon në letrat që gjenden në arkivat austriake Theodor Ipeni, ai i sugjeron ministrisë së jashtme austro-hungareze që të sponsorizoj shkrimin e një historie për këta njerëz, nga që qëllimi i austriakëve ishte nga që ata donin që t'i ndanin këta njerëz nga osmanët, meqense ishin musliman, këta i donin shumë turqit, dhe t'i bënin këta njerëz që të ishin të ndërvarur dhe në një farë mënyre të bëheshin mentalisht të adhuronin austro-hungarezët. Megjithatë, tekstlibri i parë që është shkruar për shqiptarët është i vitit 1959, ky është tekstlibri i parë shtetëror dhe nëse mund ta quajmë shkencor, i cili u shkruajt nga Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë dhe Universiteti Shtetëror i Tiranës. Sepse tekstet që unë përmenda deri tani shkruhen përgjithsisht nga zyrtar austro-hungarez, të cilët donin t'i bindin shqiptarët që ata nuk janë Nexhmedin e nuk janë Hashim, por janë Teut edhe Agron. Dhe tekstet që u shkruan, sidomos në kohën e Zogut, vinin shumë theks tek rrënjët e shqiptarëve, të cilët portretizoheshin si Ilir edhe Pellazg, dhe portretizohej edhe krishtërimi si rrënjë e këtyre njerëzve. Ama teksti që tregova tani, domethënë historia e Shqipërisë, i cili është shkruar në mbikëqyrjen e Stefanaq Pollos, Alex Budës dhe Kristof Rashërit dhe Selim Islamit, është tekst që e shkruan Shqipëria komuniste për të treguar në mënyrë shkencore, nëse do ta bëjmë nën thojze, se kush ishin shqiptarët. Si shikohet nga emrat e autorëve që unë citoj, duke nisur që me Thalkozin dhe Ipenin, te Domdoc Nikaj, te Konstantin Çekrezi, te Stefanaq Pollo, te Alex Buda, shumica e atyre njerëzve që ndërtojnë shkollën e albanologjisë në Shqipëri janë të krishterë. Janë të krishterë, të cilët, sidomos në vitin 1920 me Kongresin e Lushnjës, kur Zogu mori pushtetin në Shqipëri, marrin në një farë mënyre në dorë institucionet e Shqipërisë dhe fillojnë dhe kryejnë narrativ apo rrëfime alternative për shqiptarët se kush ata janë. Qëllimi i këtyre historishkruesve në fillim ishte që shqiptarët t'i largonin sa më shumë nga identiteti i tyre kulturor, se ata ishin dërmueshëm musliman, t'i jepnin atyre një rrëfim alternativ mbi identitetin se kush ata janë.